S'kemi telefon, kemi tërsu. Qo Salla, qo. Lidhur me këtë fakt ka reaguar avokati i Kujtim Cakrani, i cili e quan turp për drejtsinë e re faktin që presidenti i Partisë së Lirisë Ilir Meta mbahet i mbyllur në kafaz, teksa zhvillohet gjyqi Çezdia. Kam bërë një kërkesë që të janë metë. Kam bërë një kërkesë këshillit historik, që në gjithë ambasador Bashkimit Evropian, i kam bërë kërkesë, i kam bërë ambasadës amerikane dhe Shqipërisë, sepse është e papranueshme sot në vitin 2026 ku Shqipëria kërkon të aderojë në Bashkimin Evropian të mbajë kafazin e mbyllur presidentit të Rusisë. Dhe kjo është kërkesë që ne kemi regjistruar të talentimi në momentin e kur procedurale. Është momenti se është momenti tani që të dalë sepse sepse ju do të kishë shkruar këtë kërkesë presidentit. Mos të duhet të